Panajri ndërkombëtar Ditët e Bujqësisë 2026 është rikthyer në Lushnjë, duke u shndërruar sërish në një nga platformat më të rëndësishme për zhvillimin e sektorit të bujqësisë dhe blegtorisë në vend. Panajri ka mbledhur fermer, agrobiznese, institucione financiare, kompani teknologjie dhe organizata ndërkombëtare, të cilët synojnë të gjejnë partner të rinj dhe të zgjerojnë rrjetin e bashkëpunimit, por edhe të prezantojnë produkte dhe teknologji të reja. I pranishëm në ceremoninë e hapjes ishte edhe ministri i bujqësisë Andi Salla, i shoqëruar nga kryetarja e Bashkisë së Lushnjës Eriselda Sefa. Në fjalën e tij, ministri theksoi rëndësinë e panajrit, i vetmi në Shqipëri, për nxitjen e kontratave mes bizneseve dhe promovimin e produkteve shqiptare sipas standardeve të Bashkimit Evropian. Një nga panajrat më të mëdhenj që ne kemi organizuar dhe organizojmë në territorin e Shqipërisë. Por ajo që është më e veçanta është që këtu jo sot nuk janë vetëm bizneset shqiptare, por përfaqësohemi edhe nga bizneset të rajonit, të Europës, gjë e cila na bën që secili nga ne të shkëmbejë eksperiencat, por edhe të lidhi kontrata midis bizneseve, në mënyrë që ne atë çfarë prodhojmë këtu të kemi një mundësi jo vetëm në tregun shqiptar, por edhe atë ndërkombëtar. Nga ana e saj, kryebashkiakja Sefa u ndal tek arritjet e këtij panajiri ndër vite, duke theksuar se tashmë ai është kthyer në një traditë për qytetin e Lushnjës, ku bujqësia mbetet një nga shtyllat kryesore të ekonomisë lokale. 4 vite më parë, kur hodhëm themelet e këtij panajiri, kishim një vizion të qartë, të krijonim një platformë të dedikuar zhvillimit të bujqësisë, promovimit të inovacionit dhe ndërtimit të urave bashkëpunuese mes fermerëve, bizneseve dhe institucioneve. Sot, me krenari themi se ky vizion është kthyer në realitet. Ditët e bujqësisë janë tashmë një pikë takimi i rëndësishëm për aktorët kryesorë të sektorit, duke dyfishuar numrin e pjesëmarrjeve në vite dhe duke tërhequr kompani vendase e ndërkombëtare. Ky panajir ka shërbyer si një platformë e suksesshme për krijimin e partneriteteve strategjike, prezantimin e teknologjive të reja dhe nxitjen e zhvillimit bujqësor dhe rural në Lushnjë, Myzeqe dhe Mëgjerë. Por suksesi që shohim sot nuk është vetëm e një eventi, ai është mbi të gjitha rezultati i punës së palodhur të fermerëve tanë. Bashkia Lushnjë përfaqëson një nga qendrat më të mëdha të prodhimit bujqësor në nivel kombëtar, ku rreth 65% e tokës është në funksion të bujqësisë. Prodhimet tona jo vetëm furnizojnë tregun vendas, por po fitojnë gjithnjë më shumë terren edhe në tregun ndërkombëtar. Këto janë rezultate dhe i politikave mbështetëse, si në nivel qendror, por edhe atë në nivel lokal.